A e kuptoni ju se qa është boson Tirana, po se kuptoni ma? Jam zgjuar sot mjes dhe një nga rrugët kryesore të Tiranës. Më zhduk vetja sikur kam pa i sken filmi. Normalisht to 2 ditë ka rënë shumë shi në Tiranë dhe gjithë degët e pemëve kanë qenë tokë. Aty kuptova që ka ardhur Bashkia e Tiranës dhe ka bërë krasitin e pemëve. Kështu që ju që thoni që nuk punon bashkia, e keni shumë gabim, bashkia është në punë. Dihet që pemët duhet krasiten gjithmonë, sepse bën shumë të rrezikshme në momentin që fryn erëra të forta. Gjithë jemi dëshmitar në Tiranë që kur fryn një erë fort, mbas shumë kohësh, to deg bien në kokat e njerëzve, pleqjve, familjarëve tanë. Kjo është një nga ato vite që nuk do kritikojmë sot, sepse dihet kur punohet, tjetri të thuhet bravo. Kështu që faleminderit bashkia që e pastroi qytetin për ne. Normalisht mund të bëhet edhe më shumë punë. Unë jam konshient që edhe në Gjermani thonë, jo s'punon bashkia, jo na ka lënë pisët, edhe në Evropë gjithë ankohen, nuk është se lavdërojnë bashkinë e tyre, të gjithë ankohen sepse jo na kanë lënë plerat, jo s'pastrohet si duhet, jo kështu, jo pa ashtu. Kështu që kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.